about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? Dita e tokës, që ishte në 22 prill, u festua pas ditën e djeshme në Karbunar. Sot jemi këtu për të vlerësuar dhe për të sjellë vëmendje gjithë bukuritë e planetit tonë dhe për të reflektuar mbi përgjegjësitë e të gjithë shoqërisë njerëzore dhe organizma mipërkatëse ndaj saj. Dita e tokës na kujton rëndësinë e ruajtjes dhe mbrojtjes së mjedisit tonë. Të punojmë së bashku për të ndihmuar në ruajtjen e bukurisë dhe pasurinë që na ofron natyra jonë. Toka është shtëpia jonë e përbashkët, një dhuratë që na jep jetë çdo ditë. Ta duam, ta mbrojmë dhe ta ruajmë, jo vetëm sot për çdo ditë, sepse kujdesi për tokën është kujdesi për të ardhmen tonë. Bashkia Lushnjë ishte organizatorja e eventit për të dytin vit radhazi, duke e kthyer në një traditë të bukur për zonën. Morën pjesë kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, fermer, banor të zonës e të tjerë. Festa ndërturi koncertin nga fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve, me panajirin kulinar ku banorët dhe bizneset të ndryshme reklamuan gatimet tradicionale të zonës. Artistët e vegjël kënduan këngë për tokën, kërcyen valle popullore dhe kërcime aerobike.